Çfarë ndodhi? Çfarë vendimi morën? E humbën betejën të dy na përjashtuan. Dhe bursa e Aslës ka për të ndërpritur. Më vjen shumë keq, nën. Mos qaj, bia ime. Mos qaj, në rregull, në rregull. Hajde le të shkojmë. Aslı. Zonja Hedie. Nëse dëshironi, mund ta shpëtojmë të ardhmen e Aslës së bashku. S'ka rëndësi nëse i ndërpritet bursa. Nëse më lejoni mua, unë mund të marrë përgjegjësinë e plot për Aslën. Faleminderit shumë, zonja Zhulide. Por nuk mund të pranoj këto. Miru pafshim. Lajme të këqija? Valla, ne i blem biletat për në Izmir. Do nisemi së shpejti. Gati i kemi të gjitha valigjet. O rrugë të mbar. Të përshëndetemi, valla. Do t'i telefonoj unë Nuranit kur të arri atje. Miru pafshim, motër, miru pafshim. Daj, mua me të vërtet më vjen shumë keq. Nuk dëshëm që të fusnim në këtë lloj situate. Të kërkoj ndjes përsëri. Jam mirënjohëse për gjithçka që keni bërë. Miru pafshim, bi. Ikni. Bëhuni gati tani, sepse unë kam ca punë për të bërë tani. Pasi ti rregulloj, do të vit ju përshëndes. Ozan, unë nuk kam edhe shumë kohë. Ne pas pak do të nisemi nga këtu. E di, Nuk pata mundësinë të të falenderoja. për çfarë? Që ta kam shkatruar jetën? Që të kam shkaktuar të lashe që kur ke ardhur?
është e vërtet që më ke shkaktuar të lashe. Por gjithmonë ke qenë ti ai që më ka nxjerr nga ato. Pra je njëkohësisht edhe një hor, por edhe një hero për mua. A vërtet nuk do të shoh më asnjëherë? Atëherë po largohem dhe unë. Oza nuk bën. Po me shkollën çfarë do ndodh? Nuk mund ta bësh këtë. Oza, nuk mund ta lësh shkollën ti. Ti do të diplomohesh. Ma premto mua këtë. Aso nuk mund të rri këtu asla. Pasi më ka vdekur i matë, kjo shtëpi është bërë ferë për mua. Më duke sikur nuk ishte më shtëpia ime. Dhe pastaj erdhe ti. Fillova që të ndihem si në shtëpinë time. Tani s'ka kuptim të ri këtu pa ty. Lam të mirë. Do të takohemi përsëri një ditë. Ta dish që do të pres edhe nëse kjo do të thot për gjithmonë.